Të paktën 260 shërbime qytetarët shqiptar mund t'i marrin online, ndërsa për uroi Qendrën e Inovacionit, kryeministri Edi Rama tha se duke çuar nga 13 në 260 numrin e këtyre shërbimeve, qytetarët kursen kohë dhe energji duke aplikuar nga shtëpia, si dhe luftojmë korrupsionin. Sot janë 260 shërbime online dhe janë 570 shërbime tjera me natyrë informative, duke kursyer energji, duke kursyer kohë dhe mbi të gjitha duke shkëputur publikun nga kthetrat e korrupsionit dhe të bakshishit ordiner. Ministre e Inovacionit Milena Harito tha se kjo qendër është një mundësi për të përgatitur të rinjt në tregun digjital. Kemi më tepër se 4 fishuar investimet e shtetit në fushën e teknologjisë informacionit dhe kemi më tepër se 3 fishuar burimet njerëzore. Të rinj që do të vinë këtu, që do të përzgjidhen që të punojnë në këtë hapësirë, që do të ndihmohen edhe me mjete financiare, edhe me mjete njerëzore që të rriten, brenda 2 vjetësh të arrijnë dhe të krijojnë histori suksesi dhe të shiten në tregun botror, sepse tregu digjital është një treg botror. Ambasadori italian tha se brenda pak ditësh do të publikojë dhe lista me projektet e financuara nga shteti italian. Questo progetto ha quindi grandi potenzialità nel garantire Ky projekt ka potencial të madh në garantimin e informacionit të përshtatshëm për të rinjtë e interesuar në rritjen e kompetencës së tyre në fushën e teknologjisë informacionit. Ky projekt financohet nga qeveria italiane për të kontribuar në hapësira të reja për informim dhe komunikim. Innovation Hub është qendra e parë publike në vendin tonë me perspektivën për të shndruar në një qendër shkëmbimi rajonal. Kjo qendër u përurua në kuadër të javës së inovacionit 2016.